Kryetarët kuvendit në Republikë parlamentare, si që është Kosova, një parti në opozitë e cila synon me u ngrit, me u forcu, me u konsolidu, edhe në jetën parlamentare, edhe në opinion publik, është mundësi tepër e mirë, cila është keq mos më u ka, mos më u ma. Ka një përshtypjen mu, vetëm lejan prove edhe këta. Po ma keni ka njerë përshtypjen, do shtë të gabuar, se qaq përvojt keq që keni pas me prezidentën e zonjës Osmani, sa tash nuk dëni të ndërmerni edhe njerë këtë rrezik. Ase frika është. Veç që se mbështetën e në nëj përvojt pakantshme, atër e kisha kuptu... Fonte kam pas të keqe, se në fillim e mirë u kona. Jo, po që në shtere e qënë në bere të Kjo përvoja ka qenë e mirë, ko që gjata. Ideja është institucioni presidentit edhe gjitha postet e larta në Kosovë të ta marrin seriozisht misionin që kanë obligime që dalin nga postet dhe ta marrin seriozisht rreshtimin në një linjë me interesin e përgjithshëm të Kosovës, si jashtë si brenda, dhe të mos ketë keq kuptime tani gjatë rrugës, nuk po e lidhëm me zonin Osmani, por që Kosova t'i ka përcjell disa momente geostrategjikisht ndihshme, në cilat gjendet edhe Evropa, Ballkani, duhet me të vërtet funksionim perfekt. Nëse mundem shku. Kur po thu këto geostrategjikisht, po më duket tani çështja më geostrategjike për partitë tona është presidenti. Para çështjeve geostrategjike. Edhe një gjë. Fakti që është thirrë seanca nesër dhe partitë opozitare po konsiderojnë që është shkelje kushtetuese. Kjo vështërson edhe më shumë mundësinë e një marrëveshje se koalicion. Nëse ato e konsiderojnë si shkelje kushtetuese, nuk besoj që do t'ja lejojnë vetës që të bëjnë marrëveshje në këtë fazë kur tani konsiderohet që polarizimi është i madh. Jo, edhe polarizimi. Po nëse nuk bëhen pjesë e shkeljes kushtetutës sipas tyre. Sepse tani ka kalu koha. Absolutisht, ai momenti i nesërm. Kjo tani më pothuaj se nuk ka lënë nëse ata e konsiderojnë shkelje kushtetuese, do të bëhen pjesë e marrëveshjeve të cilat. Një marrëveshje që do të prodhonte. Do dalin se besoj se nuk kemi opozitë që do të prodhonin institucione antikushtetuese sipas tyre. Nuk bëhen më pjesë negociatave për marrëveshje. Po ju kuptoj, po unë besoj që nata